Lufta botërore ishte një luftë më e rëndësishme në histori. Milionë njerëz humbën jetën dhe shumë shtete shkëlqyera. Po pyetja është, cili ishte gabimi më i madh që nisi të luftë? Sot e shpjegojmë shumë thjesht. Para luftës Europa ishte ndërë dy grupe shtetesh, Gjermania dhe Austro-Hungaria, Franca, Rusia dhe Britania. Këto shtete nuk po luftonin, por ishin shumë të tensionuara. Në vitin 1914, një ngjarje e madhe ndodhi. Arkidulla Franz Ferdinand ufron Sarajevo. Ky ishte shkaku që ndezi luftën e parë botërore. Austro-Hungaria fajsoi Serbinë. Gabimi më i madh ishte ky. Gjermania i tha Austro-Hungarisë, ne do mbështesim në çdo mendim që i merr. Kjo quhet çeku i parë. Kjo bëri Austro-Hungarinë më të sigurt dhe më agresive. Pastaj Austro-Hungaria shpallin luftë Serbisë. Rusia në Serbinë, Gjermania në luftë kundër Rusisë, Franca dhe Britania u përfshin gjithashtu. Do bëj një përzierje e madhe. Në pak javë, një konflikt i vogël u bë luftë botërore. Ky ishte gabimi i madh, sepse në vend që ta ndalte luftën e përshpejtonte, Gjermania ishte më e kujdesshme, por dha mbështetje përmushme. Kjo bëri që situata të ikte kontroll. Pas luftës, shumë rëndëri u vërtetuan. Europa u shkatërrua ekonomisht dhe u vështirë për luftën e dytë botërore. Një vendim i vetëm ndryshoi historinë. Përjetimi i gabuar ktheu botën në luftë. Prandaj, shumë historianë thonë se çeku i parë Gjermania ishte gabimi i madh. Nëse të pëlqen video, bëj një like dhe subscribe për më shumë histori interesante.